Atëherë miq të emisionit Koha Shtesë, do rikthehemi sot për të zhvilluar një tjetër intervistë sa i përket kombëtare, sa i përket shortit të botrorit që është hedhur vetëm pak më parë, dhe tashmë kemi mësuar edhe stadiumet apo dhe oraret e ndeshjeve se kur do t'i zhvillojë Shqipëria, nëse sigurisht nëse do të bëjmë atë kalimin e madh në mars, sepse finalet tona do të jenë pikërisht ato të marsit, ku në fillim duhet që të përballemi me Poloninë dhe më pas me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Përshëndesim njërë mikun ton, Flori Thomaj, gazetar i njohur, për të komentuar gjithçka sa i përket këtij shorti. Flori, përshëndesim. Klaudi, përshëndetje, kënaqësi të jem të kjo bisedë me ty. Dua të them që të kam ndjekur të gjitha intervistat e bukura që ke bërë dhe është edhe nder për mua të jem këtu. Shumë faleminderit Flori, sigurisht edhe ne kemi ndjekur gjitha punët e tua të Andales Sport, por Flori Thomaj nuk personifikohet vetëm me Andales Sport, sepse ti sigurisht ke bërë edhe shumë punë tjera përpara se të mrihet në këtë emision. Dhe është gjithashtu kënaqësi edhe për ne, por duam që të bëjmë ato të pyetjen tonë të parë, tashmë kanë dalë ato oraret e ndeshjeve dhe stadiumet se ku do të luhen. Duhet të themi që Shqipëri-Tunezi do të luhet në Meksik. Meksika ka vetëm 13 ndeshje në mos gaboj të botrorit, dhe ndoshta ndeshja e parë për Shqipërinë do të ishte në Meksik, është dhe kjo një veçori shumë e bukur, sepse Meksika është pak më lehtë aksesueshme për shqiptarët, nëse mund ta themi, ndryshe nga Kanadaja apo Amerika janë pak sa më të vështirë për punë dokumentacionesh, megjithse problemi deri diku mund të jetë ai i sigurisë, por botror besoj se do të kemi një siguri më të lartë. Por pyetja është kjo, gjëja më e bukur është fakti që ne do të luajmë në Meksik, por do të luajmë në orën 4 të mëngjesit me Tunizinë, nëse do të arrinim atje. Më pas është ndeshja me Hollandën, e cila do të luhet në një orë europiane të rregull në orën 7 pasdite, dhe ndeshja me Japoninë, e cila do të ishte në orën 1 të mëngjesit. Të dy ndeshjet e fundit do të zhvillohen në Amerikë. Por pyetja është, imagjinoje vetëm pak siguri në Shqipëri tani dhe të ndjekësh ndeshjen në Shqipëri-Tunizi në orën 4 të mëngjesit. Çfarë lloj emocioni mund të ishte, apo si mund ta përfituroje vetëm shikoj ndeshjen në Shqipërisë në 4 të mëngjesit? Shikoj, e para është që unë do bëja të pamundur që më flisha në Shqipëri, nëse Shqipëria shkon në Amerikë, ta fillojmë nga aty. Realisht do të ishte emocion i veçantë dhe mendoj që nuk do të ketë më orë, nuk do të ketë më kohë për shqiptarët nëse Shqipëria shkon botror. Pra, në çfarë do lloj kohe të luajë do ta shikojnë ndeshjen, dhe madje jam i bindur që shumë nga shqiptarët do tentojnë dhe do të provojnë të shkojnë edhe në Amerikë. Mendoj që do të jetë pak më lehtë ajo procedura për të marrë viza dhe për Amerikën, paktën me çka kam dëgjuar që është nëse shkon kombëtarja, nëse mban mend kur shkojmë në Gjermani kryej një procedurë më lehtë për qëndrimin në Gjermani, pra merret bileta më të lira, apo them për udhëtimin e trenit apo për akomodimin, nëse ti kishe biletën e stadiumit. Mendoj që edhe për Amerikën duhet të jetë e njëjta gjë, pra parimisht ata që kanë një bilet për të ndjekur ndeshjet kanë favore të tjera, dhe besoj edhe tifozët e kombëtarëve do të jetë pak më e lirshëm për shkuar atje. Është një emocion i veçantë, është diçka që normalisht kur ne mendojmë botrorin ka qenë diçka që para 10 viteve nuk e imagjinonim, me thënë të drejtën. Por Shqipëria ka evoluar, futbolli ka evoluar, dhe e bukur është që tani ne provojmë dhe ndërrojmë, paska se është e vështirë, play-offi ka dy ndeshje shumë të forta, por nuk kemi qenë kurrë më pranë ta provojmë deri në fund. Pra ti beson që nëse për shembull marrim rastin Shqipëri Tunizi në orën 4 të mëngjesit do të ketë dyndje nëpër lokale, do të jenë lokale të hapura në ato orë të mbrëmjes, edhe sheshi Skënderbeu për shembull do të jetë i mbushur sipas teje? Unë besoj që nuk do ta kuptoj fare njëri që është ora 4 do të duket ora 7 apo 8 e darkës me atë atmosferë që do të jetë. Është e bukur dhe në fakt ka një detaj tjetër, nuk e di nëse mund të kesh dëgjuar edhe ti histori të tilla, për shembull në ndeshjen në Serbi-Shqipëri, ndeshjen e kthimit, kishte disa njerëz që kishin caktuar ato dasmat e tyre sepse ishte ditë e diel, edhe kishin filluar të spostonin oraret se nuk i shkonte me njërin dasëm në darkë, se do shikonin gjithë ndeshjen. Kjo është vërtet, madje futbolli ka treguar që ndonjëherë edhe dhëndri vetë ka menduar 2 herë për shkuar apo jo, në raste të tilla janë. Nga ana tjetër Flori, kemi edhe ndeshjen Shqipëri-Japoni, për shembull nëpërmjet këtyre 3 kundërshtarëve të moshur që ne mund të kemi botror nëse arrim aty. Holanda është një ekip evropian cilin ndoshta kemi shumë pa luajtur, por gjithsesi e kemi provuar shihen, apo është një ekip evropian, nuk është diçka ekstra, si më thënë. Tunizia ndoshta nuk është shumë lart e kohëtuar mes këtyre, ndërsa Japonia është ajo që të lë atë mbresën që ti mendon direkt si mund të jetë ndeshje Shqipëri-Japoni. Në mendjen tënde si mund të ishte një Shqipëri-Japoni përveç Oli dhe Benxhit që gjithkanë e kanë thënë që jemi rritur me ato fitni. Ne besojmë gati njëjtë brezin me rritur duke parë Oli dhe Benxhin, edhe kur mendon për Japoninë, gjëja e parë për ata që ndjekin futbollin është ajo, atje shkon mendja. Japonia e mbaj mend në botrorin e fundit Japoni që tregoi një shembull futbolli dhe jo vetëm, të paktën edhe me ato tifozërinë e vet që bënë gjëse të bukura
që marrën të ndeshja pastrojnë stadiumin, madje edhe në fush u paraqitet mirë duke mundur dhe Spanja dhe duke kaluar shumë larg. Është kombëtare shumë e mirë, ka një grup shumë të fortë, megjithatë çfarë po themi ne deri tani është pak hipotetike, po themi grupi botëror se kemi dy hapa shumë të mëdhenj, dy hapa të vështirë, po them që është dy ndeshjet e play-offit dhe nëse ne do shkojmë të luajmë me Japoninë edhe me Hollandë dhe me Tunizin, pra do të jetë patjetër një arritje e madhe timi grupet e botërorit, por fillimisht le të marrim një herë me radhë gjëra siç janë dhe atje çfarë do lloj gjë që ndodhe mendoj do të jetë e bukur prania e Shqipërisë në Amerikë. Do fati apo do zoti ne shkojmë deri aty. Shumë e vërtet Flori. Megjithatë, ka dhe një diskutim në rrjetet sociale në disa komente që unë po shikoja. Kishte një se mendonin që shorti i play-offit të botërorit është më i vështirë sipas tyre sepse vetë shorti i botërorit. Për ty ekziston një gjë e tillë, pra Polonia dhe ndoshta Ukraina apo Suedia mund të jetë më të vështira se sa të dalësh në vendin e dytë të këtij grupi të botërorit? Kam parë diskutime të tilla dhe i kam menduar edhe unë, me thënë të drejtën, për faktin që ne jemi rritur me futboll evropian, me kombëtarët evropiane. Ne nuk kemi provuar ndonjëherë shihen e botërorit. Ne nuk e dim për shembull që të ndodhë që edhe Arabia Saudite të mund Argentina dhe Argentina në fund del fituesi i kompeticionit. Pra ndonjëherë këto ekipet e kontinenteve të tjera që nuk i njeh aq mirë, kanë një futboll ndoshta jo me emra kështu të mëdhenj, jo lojtarë që luajnë në kampionate që ne i njohim, por që grupi atyre është i mirë, është kompakt edhe madje mund të bëjë dhe fitore shumë të mëdha, siç përmenda rastin me Arabia Argentinë. Ne kemi parë që kombëtarët europiane ne jemi përballur shpesh. Paktën çdo kualifikuese që kemi me kombëtarë europiane. Kemi shkuar dy herë në Europian, kemi patur gjithmonë ekipe europiane, pra kjo është ideja që ne njohim më mirë futbollin europian. Por nuk mendoj që botërori është e lehtë. Ndoshta kur shikon grupin thua, ok, njeh Japoninë edhe njeh Holandën, por edhe Tunizia mund të jetë një ekip që të prish punë, apo çdo ekip tjetër që luan në botëror, kam parë që është kualifikuar Curaçao. Ka një arsye që është kualifikuar aty, dhe ndoshta duket emri i vogël, por mund të ndodhi që të prishë punë edhe Gjermanisë, po them. Futbolli ka treguar që nuk ka më ndarje aq të mëdha. Po, është vërtet. Flor, ndërkohë diskutimi im më i madh që kam bërë shpesh në këtë emision, nisur nga një deklarate e Mërgim Mavret, është ajo që Mërgim Mavret disa kohë parë tha që Shqipëria nuk mund të bëjë kur rezultate të mëdha nëse nuk ka një frymë patriotike brenda vetes. Dhe në një analizë ne kemi bërë, është sigurisht e diskutueshme, kjo kemi thënë që përpara ndeshjes Serbi-Shqipëri, që Shqipëria nëse do të ishte në çdo grup të mundshëm, do të dilte nga vendi i tretë poshtë, nuk do të kishte asnjë mundësi për vendin e dytë, pikërisht për të shkuar në linjë dhe kësaj deklarate që Mavre ka thënë. A e vër edhe ti një gjë të tillë, për shembull, si shkuam në Europianin e parë pas asaj ngjarje që ndodhi në Beograd. Historia pason me Silvinjën që bën një kualifikues evropian të mrekullueshme, një europian shumë të bukur përsëri për te atyre dëshirave tona për të bërë çmenurinë në një grup të pamundur, dhe më pas kthehemi dhe madhemallësia që na karakterizon ne si shqiptar, bëjmë një ligë kombesh që ishte për të ardhur keqe, dhe Silvinjo çuditërisht në ato ndeshje ku të gjithë presin shkarkimin e tij në thonjza, bën fitoret e mëdha. Bën ndeshje shumë të shpifur me Gjorgjin këtu në Shqipëri dhe vetë fiton në Gjorgjin me 50.000 spektatorëve që mua gati më duk si një ndeshje në Beograd ajo atë ditë, nuk e prisja kurse si që Shqipëria të fitonte. Pra, kemi disa luajtje shumë të mëdha, disa paraqitje shumë të dobta, por në momentin që ndodh diçka kundër nesh, Serbia në këtë rast, ne bashkohemi dhe bëjmë gjën e madhe. Pra, për ty pyetja më konkrete është kjo: Shqipëria bëhet e madhe vetëm në saj të kësaj fryme patriotike, apo mendon se ka ardhur ajo dita ku Shqipëria mund të bëhet e madhe edhe në saj të talenteve? Sepse nëse fusim frymën patriotike, atëherë do zhdukim Muçin, do zhdukim Brojën, se është grupi, pse nuk janë lojtarët në veçantë. Unë kur bëj dy krahasimet e dy kualifikimit të Shqipërisë në Europian 2016 dhe Euro 2024. Janë dy kualifikime të ndryshme dhe janë dy grupe lojtarësh të ndryshëm. Mavra ka qenë pjesë e grupit të parë. Ai grup nuk ka patur, po them, një yll të vetin. Lojtarët individualisht kanë qenë më të dobët nga ata që janë tani, të paktën mendimin tim. Por ai grup ka patur diçka, që luanin gjithë bashkë, ishte grup më unifikuar, ishin më të bashkuar dhe patjetër që ndjeni fanellën në një mënyrë që patën edhe ndeshjen, po them, atë përballjen e parë me Serbinë, përballjen e parë të dy kombëtarëve, dhe i dha një frymë patriotike shumë të madhe. Ne të gjithë e dim, madje akoma kur kujtojmë kanë kaluar mbi 10 vite, dhe kur ne kujtojmë akoma rënqetemi me çfarë ka ndodhur në Beograd në ndeshjen e parë. Se për shembull po ta krahasoj me rastin e ndeshjes që bën Leskovs, ishin dy tabelat kundërta, pra ishin dy gjëra që
nuk ka lidhje me njëra tjetrën, nuk të duken si Serbia. Pra, ai grup patjetër që ka patur edhe frymën patriotike. Unë kam dëgjuar nga lojtarë që kanë luajtur që Debjazi madje, një njeri i cili ishte trajner të kombëtarëve shqiptare, trajner shumë inteligjent, përdori vetëm një taktik në atë ndeshje. Po them një taktik në kuptimin logjik, se patjetër ka përdorur shumë taktika në fushë. Përpara se të fillonte ndeshja ka vënë një motivim me masakra që kanë bërë serbët në Kosovë, në shqiptarët në Kosovë. Dhe ky ishte motivimi që bëri Debjazi për lojtarët. Pra, imagjino që ai që një lojtarët më mirë përdor këtë lloj motivimi. Pra, edhe vet ai ka kuptuar që ky ekip, mentaliteti jonë kombëtarë shqiptare preket në këto gjëra emocionale. Pra, ne e ndjejmë flamurin kombëtarën në mënyrë më patriotike. Po them ndoshta te kombëtarët e mëdha, un kam parë që tek Franca, po them, u bëjnë çështje para një viti që Mbappé ishte parë në një klub ndërkohë që Franca po luante, dhe Mbappé kishte thënë jam i dëmtuar dhe ishte në një klub në Suedin atko. Nëse kjo që do të ndodhte te kombëtarët shqiptare, ai lojtar nuk do të ishte më te kombëtarët shqiptare, qoftë edhe më i miri. Dhe kjo gjë dihet se mënyra si ndjejmë në fanellën. Për ne kombëtarët nuk është vetëm një ekip futbolli. Ndoshta shtetet e tjera, kombëtarët e tjera e kanë këtë fat që kanë futbollin, kanë po them edhe sportet e tjera, kanë volejbollin apo kanë basketbollin, kanë nivele të larta, pra e shohin sportin të ndar nga gjërat e tjera. Për fat të mirë apo të keq, Shqipëria ka vetëm futbollin ambasadorin e vet më të madh, kudo në Europë dhe në botë. Dhe ne këtë e dimë që është gjë më e vërtetë. Pra, me çka treguar futbolli për Shqipërinë, me çka bërë një reklam jo vetëm të futbollit pra për ata që luajnë fushë, por edhe për tifozërinë tonë, dhe për mentalitetin tonë, dhe për popullin tonë, madje ka sjellë edhe turistë në vendin tonë, se gjitha të paraqitjet e mira që kemi bërë janë emër i mirë për Shqipërinë në fundite. Patjetër që ne si tifozët lidhemi më shumë me kombëtaren, do ta ndjejmë si një festë të madhe, por edhe vetë lojtarët do ta kuptojnë që ata janë ndoshta gjë më e rëndësishme e këtij vendi. Kur luan kombëtarë çdo gjë tjetër tek ne ndalon. Ndërkohë, shtetet e tjera më të mëdha paralelisht i luan kombëtarë e futbollit, i luan ndoshta një ekip basketbolli, ka një event të madh kulture, por ne kemi vetëm kombëtarën e futbollit. Dhe unë mendoj që kjo frymë përçohet dhe tek lojtarët dhe tek tifozët. Është një gjë për të dyja palët. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ndërkohë Florë dje ka luajtur ndeshja Newcastle Burnley, Armando Broja për herë të parë ka nisur si titullar me fanellën e Burnleyt, luajti për 84 minuta, një ndeshje shumë e mirë brenda mundësive të Armando Brojës, sepse Burnley ka dalë me karton të kuq në minutën e 44 dhe Broja ka bërë i vetëm repartin e sulmit. Menjëherë pasi doli nga fusha e dert, lojtari ishte i pakënaqur me veten, e shprehu sërish mërzinë, por këtë herë ishte trajneri Scott Parker, i cili mbajti një fjalim emocionues për të, duke e inkurajuar dhe lavdëruar për gjithë ndeshjen e bërë dhe duke dorëtorkitur për atë performancë të zhvilluar. Atëherë nisemi dhe sepse ti më përmendë Debjazin dhe shpreha e Debjazit e cila u bë virale në rrjetet sociale ishte ajo ku i tregonte Silvinjo se si kthej Armando Broja Southampton, duke i thënë që nëse unë do të isha në vendin tënd, do të shkoja të takoja për një darkë Armando Broja për të parë zhvillimin e jetës së tij, dinamikën e jetës së tij, mënyrën se si i mendon gjërat për të qenë më afër me të. Ti Flori ke ndjekur shumë mirë Shqipërinë edhe nga stadiumi. Çfarë ke vënë re ti nga Armando Broja si personazh, si njeri, si lojtar? Pra, a është kjo prishësia e tij, domethënë në mendimin tënd, a funksionon kjo ide e Debjazit që të shkojë Silvinjo për të takuar, për të folur, për të bërë një bisedë ndryshe, për ta veçuar atë nga të tjerët, apo mendon se Broja duhet trajtuar si një nga gjithë të tjerët për të aftësitë e tij? Po ti krahasoj edhe një herë Debjazin dhe Silvinjon, janë dy trajnerë për mua të ndryshëm. Debjazi më dukej më popullor, më dukej më njëri që punon me lojtarët dhe nga ana emocionale, apo po them që ndjente edhe emocionet e lojtarëve kur luante, se paktën gjërat kanë treguar që ky lloj trajneri ishte. Pak edhe mënyra se u lidh me Shqipërinë dhe me tifozët ashtu ishte. Ndërkohë krau tjetër Silvinjo është një trajner më i ftohtë nga ana profesionale. Pra është një trajner i cili dhënë deklaratat e tij ka thënë që unë do marr lojtarët të cilët janë më të mirë, që kanë forma më të mirë, që luajnë më shumë me ekipet e tyre. E ka bërë apo nuk e ka bërë, kjo është çështje që po ashtu është çështje tjetër, por të paktën në deklaratat e tij këtë ka pohuar, që ka thënë që unë marr lojtarë që janë më në formë. Pa futur shumë tek pjesa, po them, emocionale apo ku e ndjej fanellën. Mbaj mend për ta krahasuar pak, mbaj mend në 2024 nuk u grumbullua Mirtë Uzuni. Për mua ishte një gabim nga trajneri, se unë jam paktën një nga ata tifozët personal për Uzunin, nga që e kam parë mënyrën se ndjen fanellën dhe kam menduar që ai ka një potencial që për fat keq nuk i eci dot deri në atë periudhë me kombëtaren. Pra, kishte një ndeshje të mirë, ndeshje jo të mirë, ndeshje të mirë, ndeshje jo të mirë,
por si e ndjen të mirë të fanellën dallohej. Dhe mendoj që duhej në Europian. Dhe mbrapa koha tregoi që në këto kualifikuese mirë të bë lojtarë shumë rëndësishëm për kombëtaren. Pra me ndeshjen Serbia apo me ndeshjet e partitë e tjera të mira që bërin në ndeshjen edhe me Andorrën apo me Anglinë, tregon që ishte një lojtar I cili mund të bënte mirë. Duke krahasuar këtë edhe me Brojen, mendoj që është jo një situatë, por edhe Broja ka të ngërçën e vet, momentin e ngërçit. Siç e pati mirë të para 2 apo 3 viteve, për momentin tani e ka Broja. Për fat keq është lojtari jon më I rëndësishëm, atë që ka treguar, të gjithë e dim potencialin që ka Broja, ne nuk kishim parë në Shqipëri atë lloj niveli, me thënë të drejtën. Kam ndjekur tek ti edhe intervistën që bëri Arbër Hoxha dhe madje edhe vetë lojtarët kanë një vlerësim të madh për atë. Ata që e shohin më tepër në stërvitje apo që e kanë pjesë të grupit tyre, e vlerësojnë po aq shumë. Pra tregon që ky lojtar ka potencialin e tij. Fati I keq që Broja ka një dëmtim I cili mund të jetë për mua dëmtimi më I keq në futboll, atë LE duhet të jetë. Nuk besoj që ka dëmtim që të lodh më shumë aspektin psikologjik. Se ti kthehesh gjithmonë me frikën që do të kthehet dhe dëmtimin në çdo veprim që bën. Pra një fall I vogël e pa ndeshjen me Anglinë që Broja u tremb, se gjithmonë I rikthehet ajo trauma e dëmtimit, të mbaj mend bërtitjen e tij kur ka shumë dëmtime të shpeshta në kaq pak kohë. Mendon se është fat apo mendon se ka një arsye që vjen si pasojë e stërvitjes? Për shembull, siç mund të jetë rasti I Neymarit. Një lojtar I cili është rritur në ekipin e futbollit të Chelsea nuk mendoj që ka problem tek mënyra e stërvitjes, duke logjikuar që të paktën ekipet në Premier League unë kam parë që fillojnë që tek ekipet U9 dhe U10 që e trajtojnë me stafin ujësor të ekipit të parë, apo I bëjnë ato analizat çdo javë për të parë si është gjendja e lojtarit luan apo jo. Dhe këtë kam parë që te akademit U10, U13, dhe nuk kam dyshim që te ekipi I parë apo aq më tepër një ekip I nivelit të lartë që është Chelsea, ka kontrolla dhe ka, domethënë, I ndjekin me një regjim të rrept. Është fati I keq se mua më kujtohet momenti I parë kur Broja u dëmtua, që në misionin në Amerikë që thjesht u shtri aty pusha dhe po përtitet më të madhe për gjurin e tij. Mendoj që është lloji I dëmtimit që po e pengon. Kujtoj diçka e ngjashme ka ndodhur me Ronaldo fenomenin dhe kur I ndodh një lojtar që thon, unë nuk e kam parë, nuk kam patur fatin ta shoh fenomenit luaj, por me çfarë kam parë ato dokumentime që janë vërdallë për YouTube apo dokumentar, e kuptoj që ka qenë një lojtar për mos thënë më I madh në historinë e futbollit. Edhe kur e kupton që mund të ndodhi atij, pra potenciali I atij, ai fillon dhe trembet, një lojtar I tillë nga dëmtimi I ACL, imagjino si e përjeton çdo lojtar tjetër, çdo lloj lojtari tjetër këtë dëmtim. Pra, gjithmonë kthehet me atë frikën që ky dëmtim është në një farë forme kronike dhe do të kthehet prapë në çdo prekje të kundërshtarit apo çdo lëvizje ndërlikuar që mund të bësh në fushë. Është fat I keq për Brojen, uroj që ta kaloj në iden pak nga ana psikologjike, mendoj që duhet punuar pak nga ana psikologjike me Armando Brojen, se potenciali vazhdon të jetë. Është ajo shpreha që thotë që ti klasën e ke për jetë, por forma mund të jetë e përkohshme. Pra, ai duhet punohet dhe nga ana psikologjike, por edhe nga ana ndoshta me stërvitje më ndryshe, nuk e di, kjo është një aspekt më teknik, ndoshta kupton një trajner më mirë nga unë, por ajo që kuptojnë është ana psikologjike është pak rënduar, e kam parë të lotonte kur përfundoi ndeshja me Andorrën, e kam parë të mërzitur kur luajti me Burnley dhe nuk bëri dot mirë, pra këto janë shenjat e para që ai po e vuan këtë gjë dhe mendoj që janë të qarta. Ndërkohë Flori, tema dhe halli jon kryesor është sigurisht ajo ndeshje me Polonin. Marsi duket larg, por nuk është edhe shumë larg. Janë disa diskutime për mënyrën se si Shqipëria mund të befasojë Polonin. Për mendimin tënd, dua të di, për shembull, një teori është kjo pjesa që Shqipëria të vazhdojë të luajë po njësoj siç ka qenë tani me këtë informacion me tjetër lojtar, dhe nëse ata në formën ideale mund të arrijnë të marrin fitoren e madhe në Poloni. Një variant tjetër mund të jetë për shembull përforcime që mund të vinë deri në mars me Brian Grudun apo me Nelson Weber, dy futbollistë shumë të mirë, veçanërisht Nelson Weber, karakteristika shumë të veçanta të tipit Vedat Muriqi te Kosova, mund të bënë edhe diferencën pa haruar edhe Brian Grudun në krah. Ndërkohë është një teori tjetër e hedhur nga Vasil Ruci, I cili u shpreh më shumë se sa për Poloninë është për vazhdimsinë e Shqipërisë, I cili u shpreh nëse Shqipëria do të ketë një mbrojtës të qendre me këmbën e majt në krahun e majt, do të rrisi me 30% efikasitetin e saj në lojën sulmuese. Pasi nëse aty do të jetë një mbrojtës me këmbën e majt dhe jo Gjimshiti në rastin konkret, pra duke u referuar largimit të Ajetit dhe dërgimit të Gjimshitit në vendin e Ajetit dhe duke hapur një vend për një këmbë të majt aty, nuk detyrohet Aslani që të vijë sa më afër në mbrojtje, por riqendron në mes fush.
dhe një futbollist i cili mund ta japi pasimin e saktë, një qendërmbrojtës i pasit të saktë, atëherë mes fusha jonë është më i ngjeshur duke bërë kështu që të jemi me më shumë lojtarë përpara në fazën sulmuese. Duke përfshirë të gjitha të treja këto ide, por më shumë tek dy të parat, sepse kjo është më shumë teori për të ardhmen, se sigurisht nuk mund të bësh eksperimente në qendër të mbrojtjes me Poloninë në ndeshje finale. Ku si mendon se Shqipëria mund ta mundi Poloninë për mendimin tënd? Shko Claudio, ato që the janë të vërteta, por realisht janë më shumë mendime. Vasil Ruci, një legjenda e futbollit, e ka parë futbollin të luhet në fushë, e ka parë me trajnerë të mirë. Normalisht që një mendim i tij vlen shumë. Patjetër që kur ai thot diçka, e ka një bazë që e mendon atë gjën. Unë nuk jam kaq profesionist tek të thënit me element teknik apo taktik, por një shpjegim thjesht mund ta bëj paktën me atë që mendoj unë. Ne jemi mbi 100 ditë, diku te 110 ditë larg nga ndeshja e play-offit, ndeshja me Poloninë, dhe duhet të kuptojmë që në 110 ditë ndryshojnë shumë gjëra. Pra mund të ndodhi që larg qoftë të kesh një lojtar të rëndësishëm titullar të dëmtuar në atë periudhë, apo mund të ndodhi edhe për fatin e mirë që të kesh një lojtar që për momentin nuk e ka në formë të mirë, po të marrë shembull Armando Brojen, por që mund të marrë një shembull që Armando Broja deri atëherë mund të ketë bërë 10 gola në Premier League. Pra të bërë një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtarët shqiptarë. Dhe në kaq kohë, i thon diku te 4 muaj, më pak se 4 muaj, gjërat ndryshojnë shumë. Dhe nëse gjërat ndryshojnë edhe për mirë edhe për keq. Unë uroj që forma jonë të jetë më e mira, të paktën nëse kemi këtë mbrojtjen që kishim në eliminatore, do të jemi shumë mirë. Mua më duket që reparti mbrojtje është ndoshta reparti më i mirë që Shqipëria ka, në mendimin tim. Me skusha po është niveli i lartë, duke parë edhe Shehu që ka bërë paraqitje shumë mira, por duke parë edhe Aslani i cili me kombëtaren është gjithmonë lojtar i rëndësishëm dhe gjen ca zona që nuk para ne kur i shohim nga televizori themi ku e pa. Imagjino në fushë vështirë duhet të jetë. Pra i kemi ca lojtarë të cilët kanë qenë në formë mjaft mirë. Por reparti avancuar mendoj që ka qenë pak më tepër problematik për Shqipërinë. Uroj që aty të gjejmë më shumë gola, uroj që lojtarët të vinë më në formë dhe uroj që të kemi ndoshta edhe një surprizë të tipit, po quaj surprizë, po të kemi një Mehmeti më në formë dhe që të jetë i detyruar të jetë në kombëtare. Apo të kemi një Christian Shpendi që të bëjë mirë edhe në Itali, se është gjithmonë një alternativë e mirë dhe ai për kombëtaren, mendoj unë. Pra i kemi edhe ca lojtarë që ndoshta nuk na shkon në mendja se nuk e kemi parë shumë në eliminatore, por janë ca lojtarë shumë të rëndësishëm. Për shembull, në 2 apo 3 javë Ernest Muçi u kthye në një lojtar shumë të rëndësishëm. Po të ishim nëse do luante kombëtarja tani, do të kishte ndeshje këtë javë, mendoj që Muçi do të ishte patjetër i detyruar të grumbullohej me paraqitjet që ka bërë. Pra nëse Muçi vazhdon dhe deri në mars i shënon edhe 10 gola të tjerë, patjetër që do të jetë kombëtar dhe patjetër do të jetë një armë tepër për Poloninë. Flori, ne të njohim ty edhe për parollat e tua pikante her pas here në për këto zhvillimet dhe arritjet e mëdha të Shqipërisë, por babai Armando Brojës i ka thënë Armando Brojës një këshill, një deklaratë e cila është bërë virale këtu e shumica më përpara që mos e lë futbollin, tha pa dërguar në Shqipërinë botërore. Armando Broja me gjithë këtyre ulje ngritjeve ka shansin ideal për të përmbushur ëndrrën e tij. Nëse kjo do të ndodhte, nëse Shqipëria do të shkonte në botëror në sajt Armando Brojës, do ta kishte një parollë pikante edhe për Armando Brojën një dedikim. Patjetër. Imagjino kam bër gjithmonë ato banderole që u bëj, e kam filluar në idenë po thënë diçka qefi, se e kam ndjekur futbollin shqiptar që në moshën 10-11 vjeçare, që kam kuptuar futbollin, e kam kuptuar nga futbolli shqiptar. Konkretisht nga Lushnja, që në atë kohë ishte qytet që përjetonte shumë, akoma vazhdon, por në atë kohë unë shikoja 10.000 veta të grumbulluar bashkë dhe thoja kjo që gjë më e bukur në botë se nuk kisha parë ndonjëherë shumë veta bashkë. Aty e kam kuptuar në futbollin parë. Dhe ideja është që gjithmonë tifozëve ka të kënaqësinë të bëjë gjëra të bukura. Unë një herë luanim, madje do ta përmend që është diçka shumë e bukur, luanim me Poloninë. Ka qenë banderola e parë që kam bërë, 1 kryqëzimo, 2 kryqëzimo Berlin. Që tregonte atë rrugën drejt europianit që luajnë në Gjermani. Dhe është po njëjta gjë, luajmë prapë me Poloninë. Kështu që unë tani ndoshta do të jem dhe do të jem në të njëjtin fat, do të bëj një banderolë se unë besoj pak siç e kanë lojtarët që kur futen në fushë kanë një ritual që e bëjnë për mirë. Unë prapë do ta bëj një banderolë se jemi prapë me Poloninë dhe jemi prapë 2 kryqëzime larg, se 2 eliminatorë janë drejt botrorit. Kështu që kur e kam menduar, më duket një koincidencë pak e bukur edhe kjo. Nëse na çon Broja, në një banderolë po edhe 10 jam gati ta bëj. Është e rëndësishme kjo që the që secili të bëj pjesën e vet të ritualeve të gjërave të tij, sepse nuk ka ndorë vetëm lojtarët për të bërë atë arritjen e madhe. Secili nga ne
duhet bëj punën e vet. Një gazetar për të bërë pjesën e shkrimeve të mira, e shkrimeve më vështirëse, sepse nuk duhet ta harrojmë një gjë shumë të rëndësishme që nuk janë këto momentet për të kritikuar kombëtaren. Si nuk ishte edhe përpara ndeshjes Serbi-Shqipëri, sepse po shikoja shumë njerëz cilët her pas here hidhin disa komente negative, janë disa momente ku ti bësh bashkë. Kritikat lëri pas ndeshjes. Kur të humbim, le të fillojmë. Po përpara ndeshjeve të rëndësishme, përpara momenteve të tilla të rëndësishme, të gjithë kanë nevojë për një mbështetje më shumë dhe jo për një goditje, kurse goditjen. Kështu që edhe kjo që tjetë shumë e bukur, që secili nga ne duhet të bëjë sikur të jetë ai futbollist në fushë. Ti ke atë ritualin e bukur për te pjesës së komentit e programit jo sportiv, por edhe me banderolat sepse një është dhe për to. Shiko, Claudio tregoi një histori shumë të bukur, nuk e kam thënë ndonjëherë, ndoshta besoj e ke parë atë periudhë kur unë isha në Gjermani, që kombëtarja ishte në Europian dhe u bë këtë pjesën e intervistave në rrugë. Po. Që pyesja tifozët për mendimet e tyre. Nuk ka qenë, ai ka qenë projekti më i vështirë që unë ka bërë në jetën time, duke nisur që nga fillimi. Familja ime ishte kundër që unë shkoja, se në atë kohë unë isha pa punë, e thoshte ku do shkosh ti me shpenzime aq të mëdha. Normalisht ata mendonin nga ana financiare. Unë kisha kursyer për gjatë një viti se mendoja që nëse Shqipëria shkon në Europian, unë do shkoj patjetër aty. E kisha një lloj pengu ata Euro 2016 që nuk kisha. Dhe ndodhi që shkonte. Edhe për këtë qëllim. Ndodhi që shkonte. Unë akoma isha, po them student, akoma isha në universitet, nuk kisha një punë stabil në atë kohë. Por kisha këtë dëshirën e madhe që ta ndiqja një Europian nga afër dhe pse edhe ta tregoja pak emocionin që ishte aty. Presi bilet avioni, një natë u futa tek faqet e booking për bilet avioni, preva një bilet avioni, pastaj fillova të mendoja çfarë të bëj. Domethënë preva një bilet avioni pa patur asnjë plan mendje. Gjeta një me anë të një të njohur, një kushërir që kisha në Dortmund, më duk lokacioni më i përshtatshëm për qëndruar aty, që kurseja pak po them nga ana e qëndrimit për gjatë 3 javëve që ishin ndeshjet e kombëtarës aty. Qëndrova në Dortmund, gjeta duke pyetur gjithandej gjeta edhe një bilet treni i cili ishte abonem mujore 50 euro, pra këto ishin shpenzimet e mia të para. Dhe shkoj aty, kam shkuar vetëm me një tripod që mban kamerën, me kamera dhe me 2 mikrofon. Dhe kam bërë mbi 120 video, duke filluar që nga avioni dhe deri kur kombëtarja u largua, madje edhe me tifozëritë e huaja që i pyesin ndonjëherë për Shqipërinë. Kam marrë në 3 javë, shifrat e mia ishin 38 milion klikime në atë kohë. Pra, gjithë Shqipëria mund të kishte parë video 3 apo 4 herë po ta marr kështu. Ka qenë një lodhje, nëse marr nga ana profesionale, një lodhje që unë çohesha në mëngjes orën 9, dila merja trenin, shkoja në Düsseldorf, shkoja në Hamburg, ku të luaj futboll, ku të luajnë të kombëtarja dhe ekipet e tjera, se kënaqësia që isha aty. Merja po them diku te 10 intervista në ditë, i gjej personazhet vet, isha ajo vet, edhe mikrofonat e këto ja rregulloja gjithë anën teknike vet. Shkoja kthehesha në shtëpi dark. Rasti më mirë ishte ora 9 apo 10, po edhe më vonë ndonjëherë. Ndonjëherë vonoheshin terrenat dhe ndonjëherë mbaronte ndeshja më vonë. Pra kthehesha vonë dhe vazhdoja editoja deri në ora 2 apo 3. Boja 4 orë gjumë çohesha dhe çdo ditë ishte një lloj. Ama me që kam shijuar unë atë periudhë, dhe që mbaj mend që ka qenë gjë më e bukur në jetën time, ka qenë ajo, dhe uroj që në Amerikë të ndodhi prapë, se do të jetë prapë një emocion i madh. Pra dua të dal te kjo që kombëtarja, siç e ndjej unë, apo siç e ndjej shumë të tjerë, nuk është vetëm futboll për ne. Unë aty pash kulturën shqiptare. Pash që policët gjermanë thonin se ka mundësi që ju jeni kaq shumë në Dortmund dhe jeni kaq të rregullt. Se mbushëm 4 kilometra ecje, pra 4 kilometra qytetit u mbushën me shqiptar, që ishin plotë për plot rrugët, dhe prapë nuk pati një incident më të vogël. Vetëm këndonin, vetëm kërcenin, vetëm shijonin futbollin. Ata nuk e kishin parë ndonjëherë këtë lloj gjëje, ose të rëmbeshin nga turma e madhe thonin do bën rrëmuja, por jo. Ne shkojmë aty për kulturën tonë, për të parë kombëtaren, për të valvitur flamurin shqiptar dhe siç e thash, futbolli është ambasadori jon më i madh, jo vetëm në Europë, por siç duket edhe në Amerikë do të jetë tani. Dhe për ta mbyllur Florë vizën amerikane do ta presësh, do të jetë në Amerikë, nëse ndodh çmenduria? Unë i kam filluar procedurat që tani me thënë drejtë se unë jam pak ai lloj njeriu që nuk i le gjërat minutë fundit, se të thash, ndoshta mund të duket e vështirë, ndoshta mund të themi që është Polonia apo ekipi final do të jetë po ashtu ekipi fort, ama nëse ti nuk beson që do shkosh aty, atëherë për çfarë po luan? Më mirë mos u fut fare në fushë. Se ne nuk kemi qenë kurrë më pranë, dhe pse mos i provojmë fatin tonë deri në fund, sido që të jetë. E vërtet. Shumë faleminderit Florë Komaj që ishe pjesë e kësaj bisede dhe sigurisht do të jeni si edhe në biseda tjera të ardhshme.
Ishte një kënaqësi dhe tani uroj të bëjnë ndeshjen e kthimit të podcasti. Sigurisht, faleminderit. Laudo, shumë faleminderit. Faleminderit.